vazhdoni dhe ushtrojeni traditën e gjyshërve dhe stërgjyshërve tuaj, sepse kështu ju jepni bukuri edhe dijes, edhe fshatit, por edhe trashëgimnisë. Ju të dashur mësues, vazhdoni e kultivoni të nxënësit vlerat më të mira, të traditës e të kulturës, me të cilët dikur prindrit tanë banin zgjuar ëndrrën e një jete më të mirë. Dhe ndërmjet kësaj ju mundoni ta shpërndani këtë si një stafetë, e cila asnjëherë nuk duhet të ndalojë, por përgjithsisht të jetë stafeta e traditës dhe e historisë. Ne kemi bërë shumë projekte, aktivitete, panajere të tilla dhe t'ju them të drejtën, fillimisht kemi pas hezitimet tona, por këto nxënës me aftësitë, me talentin dhe me pritjet e tyre na kanë mrekulluar, na kanë befasuar dhe i kanë kaluar të gjithë pritshmëritë tona. Dhe unë ju falenderoj shumë që e paski zbukuruar dhe e paski bërë këtë vend kaq të mrekullueshëm. Kemi të përfshirë gjithë nxënësit e shkollës mesit bashkuar, bashkë me mësuesët. Aktiviteti deri tani ishte shumë i mirë. Në organizimin e këtij aktiviteti kemi angazhimin e të gjithë mësuesve. Kemi një kohë pothuajse 2-3 javë që jemi marrë me organizimin. Kemi pas dhe mbështetje nga ish nxënësit e kësaj shkolle, nga ana logjistike, po kemi dhe kontributin edhe të nxënësve, të prindërve, po dhe të mësuesve për me realizuar këtë aktivitet. Çdo vit se kemi ardhur duke përmirësuar këtë lloj aktiviteti. Nuk është se është viti i parë që kemi organizuar, por këtë vit ose të themi sot, aktiviteti ishte i përmasave më të mëdha dhe kemi pas një ndërthurje me punimet e nxënësve, me vlerat jetë të trashëgimisë që i kanë të ruajtur në shtëpitë e tyre, po ashtu dhe pjesë e gastronomisë, gatime që i gatojnë vetë nxënësit në kushtet e shtëpisë. Shumë mirë sepse janë veshje që na karakterizon në zonën e Lumës. Ndihem shumë krenare sepse po mbajt veshur një veshje që gjyshet tona e kanë pas marrë për dishmëri. Jemi munduar që të sillim më të mirën tonë, duke përzierë dhe pak modernën. Shpresoj që unë ndihem shumë mirë që jam pjesë e këtij panajiri këtu. Gjëja që më ka pëlqyer më shumë dhe që jam marrë pjesë pa hezituar fara ishte pjesa e veshjeve, që ne do vishemi me veshje popullore, më bëni shumë tërheqëse për të marrë pjesë në këtë panajir.